Miqtë Top News, ju përshëndes. Do të flasim sot për një temë që na prek të gjithëve në përditshmërinë tonë dhe që ka të bëjë me kryqëzimet në Tiranë, të cilat shpeshherë bëhen burim aksidentesh, por jo vetëm kaq, edhe tek kodi rrugor dhe çfarë mund të përmirësohet tek ai. Kam kënaqësinë të kem në një intervistë zotin Gëzim Hoxha. Faleminderit që jeni pjesë e emisionit në Timon. Faleminderit juve. Cilat janë ato akse rrugore apo kryqëzime të cilat duken më problematike në kryeqytet? Por në kryeqytet kryqëzimet nuk janë problematike, janë degëzimet e rrugëve që dalin nga lagjet e vogla dhe dalin në këto që janë arterje kryesore të rrugës, sepse këndi nga i cili dalin këto është në formë tëje, sepse këtu kemi të bëjmë me një qytet, dhe në qytet shpejtësia e lejuar është minimale 40 km/h, dhe kjo është vendosur sepse ka parasysh 85% të rasteve kur drejtuesi i mjetit është me 40 km/h, nëse përfshihet në aksident, personi nuk pëson dëmtime vdekjeprurëse. Jo se pëson dëmtime, por nuk vdes, e përgjithshme 85%. Ky është shkaku që është kjo shpejtësi e limituar. Por çfarë ndodh kur drejtuesi i një mjeti del nga një automobili, del nga një lagje, nga një grup pallatash, për të kapur arterien tjetër kryesore, këtu të shëndesh problemi, sepse në të dy anët e kësaj tës që është krijuar midis këtyre rrugicës dhe rrugës, këtu do të krijohet një kënd i vdekur, që ai nuk shikon as majtas dhe as djathtës, pra nuk ka këndin e shikimit. Këto është vetë vdekjeprurëse. Edhe në studimin që është bërë, se është bërë kongres botëror për këto, për shkeljet e për këto, për t'i minimizuar, për t'i afruar sa më afër pikës zero, këtë ka konstatuar që janë shumë të rrezikshme këto degëzimet. Në qytet, tash po flasim për qytet, se këto janë rrugët interurbane, po flasim në qytet. Pra në qytet janë shumë të rrezikshme sepse sillin pasoja. E ndalon furgonin e mbunjitur me atë në rrugën. E para e dyta, nuk i lë kënd shikimi dhe ky kënd i shikimit, jo vetëm që krijon këtë problem që ne po flasim, që e vonon, po vonesa duhet parë si një humbje lekësh. Ka një kosto ekonomike për të gjithë. Po ka një kosto ekonomike se është pasuri është pasuri kombëtare. Pra, ky automobili që nuk doli dot, ngeli aty, ky u pengoi disa automobila tjerë që janë mbrapa, po kur ky del pastaj duhet të pozicionohet perpendikular me rrugën. Kur po bësh perpendikular me rrugën, pengon një 100 metra të tjera që kanë nga 2, 3, 4, 5 veta në makinë. Dhe të gjithë këta njerëz, këta po shkojnë për në punë, pra i prodhojnë. Por duke ndetur sot 5 minuta, nesër 5 minuta, pastaj 5 minuta, e gjithë kjo kohë është pasuri kombëtare. Dhe nëse marrim në një rast që këta e rroba qepës dhe qepin pantallona, në fund muajit mungojnë 100 palë pantallona xhinse, që pronari i asaj firmës ka një kontratë me X me Y-in. Pra është pasuri kombëtare koha. Nuk do të kuptuar vetëm si një element që u vonove pak kjo vonesa, kthehet, deshifrohet në kështu. Duhet të heqim dorë nga ajo shprehja jonë që koha është flori, po duhet ta kthejmë në rendiment. Pra ky është edhe koncepti që e sill gjithë prapësi që kemi ne, pra i sill gjërat shumë mbrapa në kohë. Aksidentet rrugore kanë ndikim ekonomik që lidhen me kosto direkte, siç janë shpenzimet mjekësore, shërbimi i urgjencës, dëmtimi i automjeteve dhe dëmtimi i infrastrukturës si dhe kostot indirekte, siç është ulja e produktivitetit dhe humbja e të ardhurave. Kostot e aksidenteve në Shqipëri janë vlerësuar në udhëzimet e programit të veprimit masiv, të artuar në kuadër të projektit të Bankës Botërore e vitit 2021 për sigurinë rrugore. Në këtë dokument thuhet se kostoja e aksidenteve me pasojë fatale arrin në 135.391 euro, e të plagosurve rënd më shumë se 22.000 euro dhe të plagosurve lehtë rreth 2.500 euro. Bazuar në këto vlerësime, kosto totale të aksidenteve në Shqipëri u vlerësua në 35.3 milion euro për vitin 2018. Sipas një tjetër metodologjie, vlerësohet se kostoja e aksidenteve rrugore në Shqipëri, duke përdorur produktin e brendshëm bruto për frymë për vitin 2023 dhe të dhënat në lidhje me fatalitete dhe personat e plagosur rënd, vlerësohet në 413 milion dollar amerikan, që është rreth 1.7% e PBB-s. Përpjekjet e koordinuara për të zvogëluar aksidentet rrugore jo vetëm që do të lejojnë shpëtimin e jetëve njerëzore, por gjithashtu do të kursejnë një sasi të konsiderueshme parash për vendin dhe këto kursime mund të përdoren për të përmirësuar sektor kyç si arsimi dhe kujdesi shëndetësor.
Vizioni Zero i përfshirë në strategjinë kombëtare për sigurinë rrugore, do të thotë se brenda vitit 2050, humbjet e jetës dhe lëndimet e rënda në rrugët e Shqipërisë duhet të eliminohen totalisht. Kjo është një ide që merr parasysh gabimin njerëzor dhe përpiqet të krijojë një sistem rrugor ku gabimet nuk çojnë në tragjedi. Kjo ide nuk është vetëm teorike, por ajo tashmë është aplikuar dhe funksionon në vende të ndryshme në të gjithë botën, ku siguria rrugore është thellësisht e integruar në aspekte të ndryshme të ekonomisë, nga planifikimi urban tek menaxhimi i trafikut dhe shëndeti. Për Shqipërinë, miratimi i vizionit Zero si parim udhëzues do të jetë një ndryshim rrënjësor. Nuk ka të bëjë vetëm me vendosjen e objektivave ambicioz, ka të bëjë me ndryshimin e mënyrës se si e shohim sigurinë rrugore, duke vendosur atë në qendër të çdo vendimi në lidhje me rrugët, hapësirat urbane dhe politikat e transportit. Nga viti 2011 deri në vitin 2020, janë arritur të reduktohen fatalitetet nga 322 në 181, pra me një ulje prej 44%. Shqipëria, si shumë vende të tjera, është e përkushtuar për të bërë përmirësime në sigurinë rrugore. Një nga mënyrat e sigurta është përdorimi i mësimeve të nxjerra nga vendet europiane me performancën më të mirë, si Suedia, Holanda dhe Mbretëria e Bashkuar. Masat e aplikuara në këto vende kanë vërtetuar se është e mundur të reduktohen ndjeshëm aksidentet, duke kombinuar politika të zgjuara, zbatim të fortë të rregullave, infrastrukturë më të zgjuar dhe një ndryshim në mënyrën se si shoqëria mendon për sigurinë rrugore. Shqipëria mund të adoptojë këto praktika më të mira, duke marrë parasysh edhe nevojat dhe kontekstin e saj unik. Ministria e Infrastrukturës para pak ditësh ka publikuar për konsultim publik një strategji sa i takon sigurisë rrugore, ku parashikon që vizioni është ai i shkuarës drejt zeros, pra zero aksidente rrugore. Në vlerësimin tuaj, cilat janë sjelljet në timon të shoferëve që janë më problematike, cilat janë ato që bëhen burime aksidentesh dhe çfarë duhet bërë që të minimizohet numri i aksidenteve, qoftë edhe në pikpamjen infrastrukturore? Po, kjo është një nisëm shumë e mirë, është e vonuar, është shumë e vonuar, sepse këtë Suedia ka bërë para ja 12 vjetëve. Këtë i përstudojmë ne dhe strategjinë atyre unë e kam lexuar suedezëve, por strategjia atyre ishte i shoqëruar me një plan financiar mbrapa. Nëse ka një plan, ky plan që diskutojmë është duhet të jetë shumë i thelluar, duhet marrë gjithë Shqipëria nga fillimi deri në fund, duhet parë të gjitha kthesat, gjitha rrugët. Për shembull, ne kemi në rrugët interurbane, kemi kthesa në formë T-je, që ai do të ikë, po pra kjo kërkon zgjerimin e rrugës, kalimin e këtij. Po ky zgjerim i rrugës kushton X lek. Ndoshta duhet bërë një herë më parë atje ku ka më shumë intensitet, duhet rregulluar këto rrugët, të gjitha këto rrugët që janë bërë të reja, pra sepse këto degëzimet e tyre dhe anash kalimet nuk i kanë, edhe zgjerimet nuk i kanë, këto duhet rregulluar me shpejtësi sepse aty është shpejtësia më e lartë. Dhe pastaj vim tek drejtuesit e mjeteve. Drejtuesit e mjeteve kanë atë pjesën e tyre që është pjesa euforike, është mungesa e trajnimit tyre, trajnimi pa nivelin e dur, se edhe shkolla jonë ka ngel në atë nivelin që kush janë shenjat e qarkullimit rrugor. Shenjat e qarkullimit rrugor i dinë edhe fëmijët tani. Nuk është më kjo nuk është mësimdhënia. Ndoshta mësimdhënia duhet pak më zgjeruar me pak fantazi, edhe për këndet e përmbysjes, edhe për koeficientet e përkimit, dhe për mënyrën e minjanimit, formën e minjanimit, si minjanohet mjeti, shkaqet e arsyet, si nxjerr forcën centrifugale nga kthesa, sepse ka shumë njerëz që vritin për makinat e mira, po të vëshre. Se mendoj që makinat e tyre nga që është Range Rover, është Benz, është ku do të diu Cadillac etj këto markat e këto brendat e kështu, dhe ai mendoj që unë të jam shumë i sigurt. Dhe po të shohësh janë bërë plot me këto makina, pra nuk janë makina të vjetra, makina të reja. Pse? Forcat e fizikës që janë studiuar dhe forcat aerodinamike nuk pyesin për këto që flasim ne, flasin ata që kanë këtë lloj niveli. Pra, nëse të hyn me shpejtësi në kthesa, makinat nxjerr nga kthesa dhe ti përmbysësh edhe pse këtë. Pra, është çështje pak edhe trajnimi, pak edhe çështje koncepti. Pra, duhet të krijojmë një koncept që nuk ka makina të sigurta, por ka drejtues automobile është të kujdesshëm dhe drejtues automobile është pa kujdesshëm. Pra, të dy kanë mbaruar të njëjtin kurs, të dy kanë nga 5 vjet stazh, megjithatë, njëri nget shumë keq automobilin, njëri nget shumë mirë automobilin. Pra, ky është i kujdesshëm, ky është i pa kujdesshëm. Pra, ka të bëjë pak me kujdesin, me edukimin, me formimin e njeriut.
sepse ne nuk I kemi të formuar njerëzit. Dhe ligji që nxjerrim ne, I nxjerrim ligje, shohim një ligj gjerman dhe e marrëm fusim ligjin gjerman në kod, po jo nuk është kështu. Do të përshtatet me vendin. Po jo të përshtatet me vendin. Çfarë bën ti që do të arrish gjermanin? Gjermani bën edukim aty në shkollë. Dakor? Pra kur fëmia mbush mosha 10 vjeç, ai shkon dhe merr ashtu patent për ngarjen e biçikletës në sheshet pedonale. Pra në sheshet pedonale, por kjo ka shumë kuptim. Pra shkojnë 2 policë atje trajnojnë, e marrin provim ai sa e marrin, edhe I japin këtë leje, dhe ai është I gëzuar. Po ai ka kuptuar që me biçikletë nuk dilet në rrugë. Kur këtu ke prindër që e marrin djalin dirë në rrugë, ti thotë jepin rrugë, që kupton çka konceptesh kemi ne. Pra ne them që është domosdoshmëri rregullimi I konceptit. Është domosdoshmëri rregullimi I konceptit që ti nuk mundet të vendosësh gjëra a priori. Pse ka Gjermani do ta vendos dhe unë. Ti do vendosësh kur ti të kesh bërë edukimin një lloj me programin e Gjermanit, pra ta kesh edukuar 2 herë në javë, që është I bërë mësim 3 herë në javë sa e kanë ata, ti kesh bërë këto në graduale dhe ai të ketë krijuar konceptin që kjo është kështu dhe krijon edhe ai vetvete dhe thotë jo nuk dal. Në strategjinë kombëtare thuhet se edukimi për sigurinë rrugore bazohet në spektrin e masave që zhvillojnë dhe përmirësojnë njohuritë, qëndrimet dhe sjelljet, të cilat janë thelbësore për pjesëmarrje të sigurt në trafik. Ky sistem duhet të mbulojë përdoruesit e rrugës që nga moshat e vogla, pra fëmijët e moshës parashkollore dhe shkollore, pastaj të rinjt, të rriturit dhe veçanërisht ata që janë prindër ose kujdestar, si dhe pjesëmarrësit më të vjetër në qarkullim. Përmirësimi I njohurive dhe krijimi I një qasje kritike ndaj sjelljeve të rrezikshme në trafik do të mundsojë zhvillimin e sjelljeve të sigurta të përdoruesve të rrugës. Kjo në fund të fundit do të çojë në uljen e aksidenteve dhe pasojave të tyre për të gjithë përdoruesit e rrugës dhe ekonominë si të tillë. Për të arritur rezultatet e dëshiruara, edukimi dhe trajnimi për sigurinë rrugore duhet të kryhet vazhdimisht. Kurrikulat dhe programet e sigurisë rrugore në disa pjesë do të përmirësohen dhe zhvillohen, për shembull në institucionet parashkollore dhe shkollore. Më shumë vëmendje do të përqendrohet në trajnimet praktike, të cilat do të mundsojnë fëmijëve të fitojnë njohuri praktike, qëndrime dhe së fundmi zakone dhe sjellje pozitive të dëshiruara. Përdoruesit e mikromobilitetit, për shembull biçikleta elektrike, skutera elektrik apo skateboard, duhet të përfshihen gjithashtu në edukimin formal ose informal në lidhje me rrezikët më të zakonshme të identifikuara në qarkullim, si shpejtësinë, trajtim në ndikimin e alkoolit, mos përdorimi pajisjeve mbrojtëse e të tjerë, dhe sjelljet e duhura në rrugë duke përfshirë shpejtësinë e sigurt dhe dhënien e përparësisë së kalimit. Edhe më tregonte një shok që ishte në Gjermani, tha parkohen në vend të gabuar. Djali nuk zbullte nga makina tha. Edhe më tha jo baba, këtu nuk është për ty. Ja, shikoj tabelën, nuk është për ty. Edhe u detyrova edhe kështu, mori tjetër në telefon, mori edhe gruan në telefon, tha që duhet ta heq makinën që ndej. Djali nuk zbullte nga makina. Tha baba, këtu është për të tjerët. Dhe u detyrova të hoqa makinën. Me fjalë ky koncepti që kemi ne, që ne themi jo më se e di unë. Ose I tjetër më thoshte, po thotë tha me djalin tha baba, këtu ka drer. Ulë shpejtësi se ka drer. Për tabelën dhe... Po, se kështë tabelë për drer. Dhe unë nuk e vrisë mene dhe unë jepja gaz makinës. Kur më tha prap, baba, ulë shpejtësin se ka drer. Edhe u vurën pozita e ulë shpejtësin. 20 metrë më ndetën, a dojnë me të vërtet një drej, po një drej madhë sa I ka. Që po të kësha bërë me mënte mje, unë do isha vrarë me atë drejri, do isha vrarë vetë dhe familje time. Pra, atje e rënjos këtë koncept të këfëmijit që në mosh të vogël. Dhe ky nesër kur bërë drejtu smjeti, ky e drejton me vërtet me kompetencë. Po jo dijej se mësojt me rregulla. Po kjo fillon edhe që në fillimin edhe të elementeve të tjerë. Jo vetëm për automobilin, po edukon ku lihet çanta, ku lihet kjo ku bëhet ajo me fjalë, kërkon edukimin që në kopësht. Pra një njeri që edukohet me rregulla, vazhdon me rregulla. Për shembull italianët kanë bën edukim në kopësht. Pra një ditë bëjnë vetëm rrathët. Ditën tjetër mbushin me të kuqe, ditën tjetër mbushin me jeshile. Kanë program mësimor ata. Ai nuk e di fëmia se çfarë janë këto. Po ne shpjegon, ky rrethi kështu është për këtë, ky është për të ndaluar kur vjen qarkullim, ky është për të ndaluar këtë, ky me fjalë të gjitha këto që po diskutojmë ne, ata I kanë të sistemuara. Ne nuk mund të vazhdojmë vetëm me programe. Pra ky programi do ca lek në kopësht, që një njeri që t'japi mësim në kopësht, një njeri tjetër t'japi mësim në shkollë,
një njëri tjetër, pra të gjithë ky ka plani që po diskutojmë ne, kërkon një plan ekonomiko-financiar të shoqëruar mbrapa të ndarë me detaje. Pra nëse duhen 100 orë mësim në kopësht, këto 100 orë mësim në kopësht, herë kaq lek me kaq lek do t'i marrë kush. X, Y nuk ka rëndësi. Një statistikë interesante në Instat tregon se mosha më e predispozuar për të bërë aksidente nuk është ajo nga 18 deri në 23 vjeç, pra mosha kur sapo ka marrë patentën, por mbi 25 vjeç. Si shpjegohet kjo gjë? Pra pasi kanë disa vite që qarkullohen me makinë, më pas janë më të predispozuar për të bërë aksidente. Më pas fitojnë besim të tepruar. Ky besim i tepruar i çon gabime. Mendoj që të shiremi Zoti, më shumë pije edhe pak mosha, afër pak edhe më shumë nga klubet, pinë në godë raki, me këto pije të forta, pinë hashash. Edhe kjo është grup moshe që është më rrezikuar për këto shkaqe. Pra, besimi i tepruar i tyre, pra besojnë tek vetvetja, kanë besim të tepruar tek automobili që ngasin, nëse automobili i tyre mund të ketë shumë të meta teknike, por atyre pa me të parë duket si rregull, dhe afrimi tyre me këto lëndë narkotike dhe me pijet alkolike. Pra kjo grup moshe këto element ka. Por ne kemi një defekt shumë serioz, sepse ne nuk kemi Instati tek ne nuk ka një tabel të përcaktuar që thotë kur përfshihet dikush në aksident, duhet të ketë një tabel me shumë kolona. Jo vetëm kaq vdekur, kaq plagosur, jo. Pse vdiq ky personi? Ishte në ndikimin e alkoolit dhe ne duhet dim se sa persona kanë vdekur për shkak të alkoolit, sa persona kanë vdekur për shkak të gjendjes teknike të automobilit, sa vete kanë vdekur për shkak të gjendjes teknike të rrugës. Për shembull, grekët, shteti grek ka marrë para ca kohësh një nisëm që i kishte rritur gjobat. Për shembull, dalja nga një rrugë dytësore, një rrugë kryesore, kjo që diskutuam nga gëzimet, ata kishin bërë 1500 euro. Mendon se njëjta gjë duhet bëhet në Shqipëri, pra të ketë një ashpërsim të gjobave? Po duhet një analizë. Ne s'kemi analizën. Pra duhet ketë vetë Instati, duhet ketë një tabel shumë të detajuar. Ç'a ndodh tek ne? Tek ne bie njëri me makinë në kanal ose në lumë, ose nuk ka rëndësi se ka lloj historish, mos i cënojmë ata që e dëgjojnë, dhe 3 llafe ka. Del gazetari aty dhe thot, si rezultat i humbjes vëmendjes makina ra atje. Edhe kaq. Edhe me këtë informacion thot humbi vëmendjen dhe u mbylli se jo. Ne kemi parë nga praktika që avioni bie në oqean. Pra x metra, x kilometra poshtë fund oqean, e nxjerrin nga oqeani, e rindërtojnë dhe gjen defektin se ku e kishte. Ç'a kishte ky që ra? Nëse ky s'ka si defekt, atëherë prisi është e pilotit. Piloti s'po qenë në rregull. Këtë ne nuk e bëjmë. Pra duhet patjetër një herë thuhet një shprehje shumë klasike për akte. Pyet prokurori, sepse 3 elementët kryesorë në një aksident rrugor është rruga, që e bën eksperti rrugës, është automobili, që e bën eksperti autoteknik, pra do të jetë ekspert për automobile ky që ta bëj aktin. Është edhe shoferi. Shoferi ka marrë polici, ka çuar në spital, ka bërë analizë gjakut, ka bërë gjithë testet dhe këtë raport e bën polici. Për rrugën e bën eksperti rrugës, për automobilin do ta bëjë automobilisti. Por nga që nuk din ta bëjnë, dakor? Atëherë thonë vetëm këtë shprehjen. Se rezultati i humbjes vëmendjes dhe automobili është në gjendje të mirë teknike, sepse është brenda certifikatës kontrollit teknik numër kaq datë kaq që them tash. Pra, nëse dikush e merr automobilin dhe kontrollon datën 1 janar, 2 vjet rresht ky automobil është në gjendje të mirë teknike, por nuk është e vërtet, sepse 2 kilometra më andej pasi deri nga kontrolli, bjen i posetë ti grav vantën shtrembër dhe ti nuk e ke makinën në gjendje teknike të mirë më. Mirë, po kjo nuk ndodh, pra ne nuk bëjmë analizë. Duke mos bërë këtë analizë, shkojmë drejt kësaj që flasim. Pra, në radhë parë duhet të shkoj çdo gjë në vendin e vet. Çdo ekspert të zër karriken e tij, ose shoh që flasin thon fajre ka rruga. Por ti nuk je specialist i kësaj dege. Pra për rrugën e kësaj rrugës.
për analizë të gjakut se doktori. Për automobilin fol ti. Ti s'di për automobilin edhe kalon në këto gjëra të tjera. Pra, është gjithmonë me të nisme që ka marrë për të vajtur drejt aksidentet zero. Jo se s'do ketë aksidente. Po bëhet fjalë që nuk do ketë aksidente për shkak të këtyre elementeve të sigurisë rrugore. Se drejtuesit e mjeteve dhe në Suedi bëjnë aksidente. Por ata e kanë kështetuar. E ka vendosur në standard njerë këtë, për shembull, edhe kamerat që duhet vendosim ne. Kamerat inteligjente. Këto duhet më parë, duhet rregulluar sinjalistika rrugore. Duhet rregulluar gjithë elementet të rrugës, pastaj vendos kamerën. Ne do të vendosim kamerën pa i bërë këtë element. Kjo është e gabuar. Pra duhet vëren 3 akse, vëren 2 akse ku duash ti. Por atje unë nuk duhet të diskutoj më, nuk kam drejt më pastaj që them nga kap kamera këtu, s'është kamera këtu, është këndi këtu, s'është këndi këtu. Vëren standard këtë, pastaj vër kamerën. Pra duhet të rregulluar ky lloj koncepti që duhet të çosh çdo gjë në standardin e vet. Nëse e vendos rrugën kështu, Suedia ka heqë patentën për gjithmonë. Pra ta heq patentën për gjithmonë. Pra ai thotë, unë ti kam vënë gjithë kushtet në rregull, ti mos i thyr rregullat. Po i thyr rregullat, unë ta heq patentën për ti si mirëmendërisht. Pra, prandaj them që këto element duhen parë pak më gjerë, pak më kështu. Kërkoj një diskutim më të gjerë se zakonisht këtu propozimet i bën policia. Dhe unë kam qenë një në komisionin e ligjeve në parlament dhe u diskutua për këta motorrat, motocikletat. Se motorrat ndahen, kanë një 3-4 grupe, po flas për këto motocikletat. Dhe motocikletat deri 125 kubik mund t'i ngacë çdo drejtues mjeti që ka patentë klasit B. Po unë e thash, një njeri që vjen nga Majamalit, siç andaj vjen ai shkreti, kështu i ka ardhur jeta, vjen këtu dhe mëson makinën, po makina ecën vetë ka 4 rrota. Kurse motori do të bashkëngoj libër, do të dish palosesh, do të dalësh nga ajo, nga kthesa, do të bësh çto. Se unë kam përdorur 10 vjet motor, unë e di mirë ç'është motori. Por i thon, edhe u miratua. Tash që kanë kaluar 5 vjet. A ka një statistikë se sa prej këtyre që janë me patentë të automobilit dhe nuk kanë patentë motori janë vrarë? Pa do të ndash. Pas kemi shumë nga këta. Atëherë kur thua, pas kemi shumë nga këta, atëherë kthehesh mbrapsht. E ndron ligjin. Përdesh parlamentit për të rregulluar ligjet në funksion të zhvillimeve shoqërore. Pra, u vrit ka shumë njerëz po. E heq këtë unë, nuk lejoj. Bëj se kjo është patentë veçantë. Në fakt është patentë veçantë. Unë kam qenë edhe në shkollën e përgatitjes së këtyre motociklistëve dhe ne kur vinin motociklistët, punë e parë që i thoshim, vinin kandidatët për të mësuar për motor, i thoshim po, merr bicikletën, shko deri atje. Ai nuk ma do të ego librin, shko të mëso bicikletën, pastaj të mësosh motorin. Pra, një njeri që s'di bicikletën nuk mund ngacë motorin. Kurse ne i bëjmë këto, se ne marrim nga modeli italian, nga modeli, mos e merrem modelin e tij, ai ka koncept tjetër, ka edukim tjetër, ka edukim fëminor tjetër, pra vim nga dy gjëra të ndryshme, nuk vim nga e njëjta gjë. Si përdorues të pambrojtur të rrugës të ekspozuar drejt për drejt ndaj ndikimit të automjeteve, këmbësorët janë shumë të rrezikuar ndaj lëndimeve. Siguria e tyre varet ndjeshëm nga veprimet dhe ndërgjegjësimi drejtuesve të mjeteve, gjë që për fat të keq i bën ata një grup me risk të lartë në mjediset e qarkullimit rrugor. Këmbësorët janë një grup shumë i rrezikuar me përqindjen më të lartë të vdekjeve në rrugë në Shqipëri. Rreth 34% e vdekjeve në rrugë në vitet 2021 deri në 2024 ishin këmbësorë. Statistikat janë dukshëm tronditse me një mori sjelljesh jo të sigurta në qarkullimin rrugor të shkaktuara nga këmbësorët. Për shembull, 32% nga kalimi pa kujdesshëm i rrugës. Kalimi pa kujdesshëm i rrugës përkeqësohet nga humbja e fokusit të këmbësorëve dhe përqendrimi i tyre për shembull tek pajisjet e tyre celulare, gjë që gjithashtu kontribon në aksidente. Këmbësorët janë veçanërisht të rrezikuar në zonat urbane ku si dëndësia e qarkullimit, ashtu edhe aktiviteti këmbësorëve janë të larta. Këmbësorët e moshuar janë më të rrezikuarit pasi të moshuarit kanë më shumë gjasa të përdorin rrugë si këmbësor, të përdorin transportin publik dhe me vigjilencën e tyre të zvogëluar. Ata mund të jenë të prirur të bëhen viktima të aksidenteve rrugore më shpesh. Ciklistët në Shqipëri janë një tjetër grup me rrezik të lartë për sa i përket sigurisë rrugore, kryesisht për shkak të statusit të tyre si përdorues të rrugës të rrezikuar, të cilëve u mungon mbrojtja fizike e ofruar nga automjetet, mungesa e rrugëve të sigurta siç janë korsitë dedikuara për ciklizëm, përplasjet e mundshme me drejtuesit dhe këmbësorët për shkak të rrugëve të projektuara në mënyrë të pamjaftueshme dhe automjeteve që hyjnë në rrugët ekzistuese të biçikletave në mënyrë të përsëritur dhe problematike.
Gjithashtu numri motocikletave të regjistruara është rritur ndjeshëm në dekadën e fundit. Motociklistët renditen menjëherë pas këmsorëve për sa i përket përfshirjes në aksidente rrugore me pasojë vdekjen dhe të rënda. Kjo pasqyron ekspozimin e tyre ndaj riskut dhe mungesën e mbrojtjes që kanë krahasuar me pasagjerët e automjeteve. Motociklistët janë një grup shumë i ekspozuar në qarkullimin rrugor, pasi pjesa e tyre në fatalitete dhe lëndime është në rritje. Në periudhën 2021-2024, motociklistët përbënin 13% të gjitha fataliteteve dhe 16% të gjitha lëndimeve në rrugët e Shqipërisë. Sjelljet e papërshtatshme të përdoruesve të rrugës janë një nga problemet kryesore të sigurisë rrugore. Sjelljet me risk të përhapura gjërësisht, duke përfshirë shpejtësinë tej normave të lejuara, drejtimin e pakujdesshëm, përdorimin e telefonave celular gjatë drejtimit të automjetit ose gjatë kalimit të rrugës, mos përdorimin e ripave të sigurimit apo helmetave. Sjelljet e pasigurta nga përdoruesit vulnerabël dhe rritja e drejtimit të automjetit në ndikimin e alkoolit ose drejtimin në ndikimin e substancave të tjera janë faktorët kryesor që kontribuojnë në shpeshtësinë dhe shkallën e aksidenteve. Shpejtësia e normave të lejuara është një problem i madh dhe i vazhdueshëm i sigurisë rrugore në Shqipëri, duke kontribuar ndjeshëm në lëndime serioze dhe një numër të lartë vdekjesh. Kjo sjellje e rrezikshme shpesh kombinohet me zakone të tjera të rrezikshme drejtimit, të tilla si ndryshimet e papritura të korsisë, drejtimi agresiv, kalimet e pasigurta dhe kalimi i shpejt i automjetit. Shumica e shkeljeve të qarkullimit rrugor janë për shkak të shpejtësisë ose mos respektimit të kufirit të shpejtësisë. Dhe të doja të ndaleshim pak edhe tek kodi rrugor, duke qenë se ju keni qenë pjesë e tryezave të diskutimit për kodin rrugor. Aktualisht ne kemi më shumë ngjashmëri me sistemin italian, apo jo? Po. Mendon se ka vend për përmirësim? Patjetër ka, kanë kaluar shumë vite, rreth 20 vjet që kodi është bërë dhe patjetër që ka nevojë për ndryshime. Duhet parë në funksion të zhvillimeve shoqërore, siç kanë ecur tek ne rrugën, ka ndryshuar, sinjalizia ka ndryshuar, njerëzit kanë ndryshuar konceptin, formën e të menduarit. Pra patjetër duhet bërë, por duhet ndryshuar dhe masat. Pra një gjë që nuk ecën, duhet ndryshuar rënd. Nuk mundet që një njeri të bëj 20 herë të njëjtën shkelje. Pra një njeri kapet një me pije alkolike, po ka prerë 2 s'do të ketë më patent për gjithë jetën. Një njeri kapet me shpejtësi 3 herë ose bën 3 herë aksident, nuk do të ketë më patent, sepse kjo nuk është mirë mendërisht. Pra, se ne nuk e bëjmë edhe testin e idiotit. Ai që testi i idiotit që duhet që është i test i thjeshtë, unë e kam bërë. Është psikologjik apo? Është me një ekran quhet, vën një pedal dhe ti e shtyp, ti ta nxjerr atë dhe ti duhet, me fjalë është test i thjeshtë, është, po duhet bërë, sepse duket sigur ka një kostos, unë kam parë shpeshherë drejtues mjetësh që nuk janë mirë nga mënt e kokës, masi i kam parë mas aksidentit, jo në moment e aksidentit, në moment e aksidentit gjithë janë out, po edhe muaj më vonë, pra duket që s'është mirë mendërisht, kam pasur 3-4 raste, kështu që ai s'është mirë mendërisht, nuk mund ta besosh makinën. Megjithatë, ai ka leje drejtimi dhe drejton automobil dhe ai shkakton aksidente dhe bie mirë këtë gjendje. Të falenderoj shumë për kohën. Faleminderit juve. Faleminderit.